danise ku t'ka ty burri urdise njelis heru feja ra Fehmi Agan of love Tribun hej kur s'po del burri një grush me lote shoj dhe guri e ulen yjet rrin me ty e gjall e dekti lyp liri Po Fehmi Agani jon ste haron nana Kosov ste haron projekte mia ku është beshnuse ku është beshnuse liria o Fehmi Agani jon ste haron nana Kosov ste haron projekte mia ku është beshnuse ku është beshnuse liria O Shqipjan kur Balkani, ku t'ka, o ty Fehmi Agani, ku vende, more për shqiptare, fjala, jo te fjale par. O me studenta dorë verdore, ne mes, luftarve vez me pushke, flok bardë, O si mal me bor, si shtis, flamuri për Kosov O Fehmi Agani jon, se haron nana Kosov Se haron projekte mia, ku është beshnuse Ku është beshnuse liria O Fehmi Agani jon, se haron nana Kosov Se haron projekte mia, ku është beshnuse Ku është beshnuse liria O Fehmi Agani jon, ste haron nana Kosov Ste haron projekte mia, ku është beshnuse Ku është beshnuse Profesor Fehmi Agani ishte sociolog, mendimtar dhe sidomos demokrat. A ishte udhëheqësi praktik i lëvizjes paqësore të viteve 90-ta, ishte njeri i dialogut dhe i aksionit, i lindur në Gjakov në vitet e 30-ta, ishte ndër shqiptarët e parë që studiojnë në Beograd në vitet e 50-ta. I listë për specializim ka pas lëvizjen sindikale në Gjermani. A ishte respektuar si strateg politik, profesor universitar, negociator dhe ndërtues urash komunikimi edhe mes rivalve politik. A i kishte një cak Kosovën e pavarur. Në vitet 60 deri në 89 ishte ndërtues i institucione varësimore të Kosovës në Prishtinë. Në vitin 81 refuzoi të dënoj protestat e studentëve dhe për këtë u ndëshkua. Dhe a i kishte përvojën dhe kishte dijen të përballej me çdo eksponent të politikës dhe skenës akademike të Serbisë në atë kohë. A i shmohi në Ljubljan, në Zagreb e Sarajev, dhe pastaj në të 90-tat në çdo qendër perëndimore. Shumë diplomatë e shenin si politikbërësin kryesor në LDK në atë kohë. A i nuk ishte pacifist indiferent ndaj realitetit në terren, simpatia dhe kontributi për rezistencën armatosur është e dukshme. Vrasja e tij është një nga krimet më të mëdha serbe me qëllim të dëmtimit të udhëheqësisë politike të Kosovës. Vrasës e tij nuk u arrestuan kurrë dhe ata jetojnë ende të lirë sot në Serbi. Jeta dhe vepra e profesor Fehmi Aganit janë të përjetshme dhe për ta përkujtuar përjetësinë e tij jemi mbledhur sot këtu. Për këtë e falenderoj shumë shoqatën Sali Qekaj, e falenderoj konsullatën dhe konsullin ton në Zyrich dhe ju uroj që këto organizimet vazhdojnë me tutje. Në emën të shoqatës bamirëse kulturore Sali Qekaj, jam i nderuar me t'ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju falenderoj sinqerisht për pjesëmarrjen tuaj në hapjen e kësaj ekspozite, kushtuar njerit ndër figurat më të shquara të lëvizjes son
për liri dhe pavarësi profesor Femi Aganit. Kjo ekspozit, së bashku me katalogun shoqërus, është e treta me radhë pas atyre kushtuar presidentit Rugova dhe komandantit Sali Çekaj. Me të përmbyllet një kapitull i rëndësishëm historikut të veprimtarisë së këtij trinomi të jashtëzakonshëm, i cili me vetdijen kombëtare njihet si filozofia politike e quajtur Rugovizëm. Ekspozita e parë solli para nesh politikën e jashtme, diplomacinë dhe organizimin politik të brendshëm që udhëhoqi presidenti Rugova. Do thotë, është ky libër. E dyta, pasqyroi rezistencën e armatosur, aksionet burine dhe luftën e hapur në Kosovë përmes figurës qendrore të komandantit Sali Çekaj. Ndërsa kjo sotnja plotson këtë mozaik, duke paraqitur koordinimin e këtyre dy shtyllave, një koordinim që në mënyrën më të përkryer e mëshiroi inteligjenca e rrallë politike e profesor Femi Aganit. Kjo ekspozit organizohet në bashkëpunim ndërmjet Muzeut Kombëtar të Kosovës, Shoqatës Humanitare Bamirës e Sali Çekaj dhe Konsullatës Republikës së Kosovës në Zyri, në shënim të 27 vjetorit të vrasjes së akademik Femi Aganit, njëri ndër personalitetet më të rëndësishme të historisë sonë bashkëkohore. Muzeu Kombëtar i Kosovës, përkatësisht sektori i historisë në kuadër të aktiviteteve të tij programore dhe ulëmtuese, synon trajtimin muzeor dhe historik të figurave që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për çështjen kombëtare, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në këtë kontekst, që nga viti 2024, kemi konceptuar një projekt të veçantë kushtuar figurës së akademik Femi Aganit, duke trajtuar në atë dimensionin historik, ekspozicional dhe muzeor. Ekspozita ishte prezantuar fillimisht me 13 maj në 2025 në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Arteve të Kosovës dhe Shoqatën Sali Çekaj, ndërsa sot po sjellen para publikut shqiptar në Zvicër si pjesë e konceptit të saj lëvizjes. Akademik Femi Agani ishte një figurë shumë dimensionale, profesor universitar, studiues i sociologjisë, intelektual publik dhe ndër strategët kryesorë të lëvizjes politike patësore të viteve të 90-ta në Kosovë. Kontributi i tij shtrihet në disa fushë me rëndësi të veçantë në arsim, në jetën akademike dhe shkencuar, në mendimin intelektual shqiptar, si dhe në organizimin politik shqiptar të Kosovës gjatë periudhës më të vështirë të historisë sonë moderne. Në rrafshin politik, profesor Agani luajti rol në konsolidimin e pluralizmit politik në Kosovë në bashkëpunim të ngushtë me presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova dhe me personalitetet e tjera intelektuale e politike të kohës. Ai kontriboi në artikulimin dhe ndërkombëtarizimin e aspiratave të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Si figura e dytë më e rëndësishme e lëvizjes paqësore shqiptare në Kosovë dhe në hapësirën shqiptare në të Jugosllavisë, ai ofroi vizionin politik, maturi diplomatike dhe orientimin strategjik të një periudhe vendimtare për fatin e vendit tonë. Profesor Agani ishte gjithashtu pikë referimi për subjekte politike shqiptare jo vetëm në Kosovë, por në Maqedoninë e Veriut, Maltën dhe Luginën e Përshevës, përmes autorësisë dhe bashkëautorësisë së platforma politike, deklarata dhe dokumente programore, ai kontriboi në përcaktimin e kursit ideologjik dhe politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës si subjekti më i madh politik shqiptar në Jugosllavi. Nderuar bashkëveprimtar të brezit të tij, ambasadori i Republikës së Kosovës në Zvicër, zoti Mentor Latifi, ambasadori i Republikës së Shqipërisë, konsulli i përgjithshëm Vigan Berisha dhe të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të Republikës, shumë i dashur Saim Tahiraj, kryetar dhe ju të gjithë antar të shoqatës Sali Çekaj, por edhe të gjitha organizatave dhe shoqatave të tjera nga Zvicra, nga Gjermania, por edhe Gjetiu. Ju falenderoj shumë zoti Raci dhe zoti Sadiku në emër të muzeut, por dhe të Akademisë së Arteve dhe Shkencave për ekspozitat e vazhdueshme të cilat shpesh notojnë kundërrymës. Ju falenderoj shumë për këtë. Familje të dëshmorëve dhe të martirëve të lirisë, veteran invalid të luftës shqirimtare, zonja dhe zotrinj, vëllezër dhe motra. Sot nuk do të mund të flas për profesor Femi Aganin, nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, trurin e rezistencës sonë civile, as pak pasive, por edhe të asaj të armatosur,
vetëm si një figurë historike, sepse për shumë prej nesh, ai nuk ishte vetëm profesor, as vetëm figurë politike. Ishte njeri pranë të cilit je rritur politikisht dhe kombëtarisht, edhe kur ke qenë tepër i ri për ta kuptuar plotësisht peshën e kohës që po jetoje. Më kujtohen mirë aktivitetet, takimet, organizimet tona të shumta dhe të ndryshme të ato viteve ku jo rrallë e kemi pasur të pranishëm profesor Aganin. Ne të rinjt shpesh hyni me emocione, me energji, nga njëherë edhe me padurim, ndërsa ai rinte i qetë, gjithmonë i qetë. Jo nga mungesa e shqetësimit, përkundrazi, por sepse e kuptonte më mirë se shumica se popujt nuk mbijetojnë vetëm me zemrim, mbijetojnë me mençuri, me durim dhe me vizion. Fisnik, i urtë dhe i matur deri në skaj, profesor Agani nuk kishte nevojë të ngrinte zërin për të bindur askënd, as për patetik, për fjalë të mëdha apo për kult personal. Mjaftonte prania e tij, qetësia, logjika e tij, besimi i palëkundur në lirinë dhe Republikën e Kosovës. Në ato vite të vështira, kur shumë çka ishte e pasigurt, profesor Agani ishte kthjellësi. Kur kishte zemrim, ai sillte maturi. Kur kishte frikë, ai sillte guxim të qetë. Shpesh, me humorin e tij të rrallë dhe me ndonjë shaka të vogël, zgjidhse situata të tensionuara që krijoheshin. Dhe unë e di që sot në këtë sallë ndodhen shumë njerëz që e ka njohur nga afër. Edhe të tillë që kanë kaluar vite të tëra me të dhe në krah të tij. Dhe e di që do të pajtoheni me konstatimin që profesor Agani nuk e ngrinte kur veten mbi kauzën. Nuk kishte ego politike, nuk kishte nevojë ta dominonte dhomën, forca e tij ishte pesha e mendimit. Dhe ndoshta pikërisht për këtë gëzonte respektin edhe të njerëzve shumë të ndryshëm mes vete. Edhe lidhja e tij shumë e veçantë me Salihin, me qenë se bashkëorganizatore është shoqata Sali Çekaj, është aq domethënëse dhe flet shumë për këtë periudhë, por edhe për këtë brez. Sepse edhe në atë kohë kishte shumë njerëz që flisnin shumë e madje edhe bërtisnin. Më të pakt ishin ata që bartnin barrën reale të organizimit, të rezistencës dhe të sakrificës. Profesor Agani dhe Sali Çekaj herët e kishin kuptuar që liria nuk fitohet vetëm me armë e aq më pak vetëm me fjalë. Ajo fitohet vetëm atëherë kur njerëz të ndryshëm marrin përgjegjësi të ndryshme dhe i shërbejnë të njëjtit ideal. Dhe ky është mësimi që sot mbetet për ne po aq i rëndësishëm. Ata i përkisnin një brezi që nuk e matnin veten me zhurmë, me propagandë apo me duartrokitje të çastit. E matnin me atë se çfarë i sillnin Kosovës dhe lirisë së saj. Sepse tani që të dy nuk janë më fizikisht në mesin ton, e kuptojnë më qartë çfarë peshe kishte prania e tyre. Sa siguri jepte mençuria dhe urtësia e Femi Aganit, sa forcë jepte vendosmëria e Sali Çekajt. Kosova sot, të dashur vëllezër dhe motra, është shtet i pavarur dhe sovran, por ka ende nevojë për atë kulturë përgjegjësie që ata përfaqësonin, për njerëz që nuk e duan vendin vetëm me fjalë, por edhe me karakter. Prandaj sot, kur e kujtojmë profesor Aganin, nuk kujtojmë vetëm një njeri të vrarë mizorisht nga regjimi serb. Kujtojmë një mendje që i dha drejtimin e duhur rezistencës tonë politike. Një njeri serioz, të urtë dhe të palëkundur. Dhe sot kur flasim për profesor Femi Aganin, nuk kujtojmë vetëm një intelektual apo një politikan. Kujtojmë një kulturë politike që sot shpesh na mungon. Seriozitetin, maturinë, përgjegjësinë ndaj fjalës dhe përgjegjësinë ndaj shtetit. Sepse profesor Agani nuk ishte produkt i momentit, ishte njeri i shtetit, madje para edhe se të ekzistonte shteti ynë. Ai përkiste një brezi që nuk punoi për momentin, por për themelet e Kosovës. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse figura e tij ende sot është kaq e madhe.
sepse koha nuk e ka zvogluar, përkundrazi. Një falëndërim i veçantë i shkon konsullit Republikës Kosovës, zotit Vigan Berisha, zotit Saim Tahiraj dhe shoqatës Sali Çekaj, si dhe Muzeut Kombëtar të Kosovës për organizimin e kësaj ekspozite mbretëlënse. Lavdi për jetës dhe veprës së profesor Femi Aganit dhe respekti përhershëm për brezin që e mbajti gjallë Kosovën në kohët e saj më të vështira. Faleminderit shumë.